Përshëndetje nga unë avokate Elona Berki. Si të marrësh ndihmë juridike falas në Shqipëri? Ke nevojë për ndihmë juridike, por nuk ke mundësi financiare. Ja si mundet ta marrësh falas në Shqipëri. Institucioni i parë është Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit dhe Ndërmjetësuesit e licencuar. Institucionet shtetërore të ndihmës juridike. Shteti ofron ndihmë juridike falas për individ me të ardhura të ulta ose për raste specifike, si viktimat e dhunës në familje, të miturit dhe personat me aftësi të kufizuar. Mund të aplikoni pranë dhomës së avokatisë apo pranë zyrave të ndihmës juridike në gjykatat e rrethit, OJQ dhe organizatat e ndryshme, si TLAS, si Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe CRCA. Janë avokatët pro bono, të cilët ofrojnë shërbime falas për raste të ndryshme sociale. Gjithashtu, keni dhe klinikat ligjore universitare. Ku studentët me mbikëqyrje profesionale ofrojnë shërbime falas. Gjithashtu, avokati i popullit, nëse të janë shkelur të drejtat në një institucion shtetëror, mundet të kontaktosh avokatin e popullit për çështje që lidhen me shkeljen e të drejtave të njeriut. Nëse keni një rast specifik, më tregoni më shumë në komente apo në inbox dhe hiqe plusin që të ndjekësh këshillat e mia falas.